Natyrisht që shifra që nxjerrin, siç e përmenda, bazohet mbi të dhënat e statistikave zyrtare shqiptare dhe mbi ato analiza apo mbi ato komente të cilat bazohen mbi këto të dhëna zyrtare. Dhe natyrisht që e gjitha kjo na tregon që nuk flasim thjesht për një stres të mesme të konsoliduar njësoj si në një vend të Bashkimit Evropian, po flasim për modelin e të ardhurave shqiptare, të cilat edhe në rastin më të mirë mund të kategorizohen te pjesa e pagave të larta e një vlefshme me atë që konsiderohet shtresë e mesme. Pra jemi shumë largës ajo diferenca e pagave, diferenca të ardhurave vjetore në raport me BE-n që është në nivelin 33-35%, gjë që do të thotë që vetë hendeku i asaj çfarë është në vite në të ardhura, edhe pse ka një rritje, duhet thënë që rritja është e tillë jo thjesht statistikore e të ardhurave mesatare, por nuk është e mjaftueshme për arsye se diferenca midis asaj çfarë ka prodhuar ekonomia shqiptare në këto 30 vite dhe më përpara nuk ka arritur dot të performojë në atë mënyrën që gjithmonë përmendet që ekonomia punon nën optimumin e saj apo nuk në kapacitetin. Të gjitha këto rezonojnë pikërisht me këtë lloj qasje që ne po themi që jo vetëm që nuk kemi një stres të mirëfillt të kategorisë mesme të ardhurave, e cila në vetvete duhet të ishte pjesa më thelbësore për të lidhur të dy kategoritë të tjera, ata që konsiderojnë stresa me të ardhurat të ulta dhe ato me të larta, por kemi edhe një stres e cila në vetvete po zbehet dhe po paksohet për arsye të largimit dhe kërkimit të një vlere të shtuar të vetvetes në tregjet ku paguhet më shumë qoftë europiane, qoftë edhe për te Europës. Dhe e gjitha kjo na bën të kuptojmë që Shqipëria jo vetëm nuk ka arritur dot ta ngushtojë këtë diferencë në krye të 30 viteve, por tenton që të mos e arrijë dot edhe në vitet e ardhshme për shkak të problemit shumë të madh i cili ende nuk po merret seriozisht me politika gjithëpërfshirëse që lidhet me emigrimin, i cili në vetvete po humbet fuqinë konkurruese të Shqipërisë. Ekonomia nuk po dëgjon të kthehet, pasi kjo nuk është vetëm detyrë e qeverisë, por është dhe biznesit që duhet të përshtaten me atë çfarë lidhet me kërkesat e kohës, pra përdorimin e teknologjisë jo si thjesht si nocion, por si një gjithëpërfshirje në proceset e biznesit, dhe natyrisht të gjitha këto së bashku na bëjnë të kuptojmë që nevojitet një pakt i ri ekonomik kombëtar, aq më tepër që jemi në momentet që thuhet që do integrohemi në BE në aspektin politik, edhe në aspektin e asaj çfarë lidhet me disa aspekte të drejtësisë, por nuk jemi të integruar në aspektin ekonomik dhe në fakt ekonomia është shpresorja. Pasi kur ti bëhet pjesë e një unioni dhe nuk je të paktën në vlerat të përafërta me të, natyrisht që nuk je përfitues, edhe pse thotë që do përfitojmë shumë, neve kemi treguar të që të përfitosh do të thotë ta meritosh. Sigurisht. Zoti Qokutaj, unë do shkëputesha pak nga çështja e varfërisë për të rikthyer sërish tek pabarazia, por me një shkëputje në mes që lidhet me një vendim të qeverisë për të falur gjobat e viteve të shkuara, në mos gaboj se nuk e kam parasysh tani saktësisht nga viti 2015. Tani ky është një lehtësim real për qytetarët apo një veprim i targetuar për të fshehur ndonjë gjurmë? Si e analizoni ju këtë vendim të qeverisë për amnistinë e gjobave? Do thotë që ky vendim i cili erdhi në kontekstin elektoral, natyrisht nuk u konsideruai tillë për arsye se nuk përfshiu të gjithë ata çfarë ishin pjesë e gjobave administrative apo gjobave të ndryshme jo tatimore. Natyrisht është një veprim që nuk i mëson asaj që ne flasim për një sistem i cili duhet të jetë i bazuar mbi qëndrueshmërinë, mbi transparencën dhe mbi zbatimin e drejtë të ligjit, por një selektim i cili e deformon akoma dhe më tej tregun, deformon akoma më tej dhe aspektin rregullator, dhe këtu kam parasysh falet e gjobave për ato çfarë janë ndërtime informale, të cilat vetvete mbajnë në këmbë një sistem sa informal, po aq dhe të padrejtë, duke futur në këtë pjesë selektive natyrisht Shqipërisë dhe barazim para ligjit, të cilat vetvete vazhdon sistematikisht sipas qeverisë, që po ndërhyjnë në një mënyrë të gabuar në aspektin e zbatimit të ligjit, të penalizoj ata që janë të ndershëm dhe ata që zbatojnë detyrimet dhe të favorizoj ata që nuk i zbatojnë, dhe kjo në kontekstin kur Shqipëria vuan nga një informalitet i lartë, nga një nivel i lartë i mos zbatimit të ligjit apo sundimit të ligjit, dhe natyrisht nga një qasje e cila në vetvete nuk ka përpjekje për ta ulur këtë lloj fenomeni, por për ta mbajtur ashtu siç është
duke bërë sa më shumë në qasje të tilla, duke pas parasysh tutë diskutimi do të hapet në qershor për sa i përket amnistisë fiskale. Pra thënë ndryshe, e gjitha kjo lloj qasje, përveç se ka lehtësuar dhe ka ndikuar mbi atë elektorat i cili nuk ka zbatuar ligjin, dhe ligji duhet të jetë i shenjtë për arsyeën e thjeshtë se jep atë çfarë duhet të ndajë në shoqëri, të mirën nga të keqja në aspektin moral, por nga ana tjetër është një obligim shumë i madh për qeverinë për ta treguar se sa e kanë zbatuar institucionet, dhe këtu kanë parasysh për shembull Akun, i cili është institucioni qendror për sigurinë ushqimore, dhe kjo bie ndesh me rastet kur operatorë të ndryshëm në treg kanë jo vetëm guxuar, por kanë hedhur në treg në dëm të cilësisë dhe të jetës sigurisë së jetës së njerëzve. Dhe natyrisht, të falësh gjobat për subjekte të caktuara, të cilat mund t'i kenë marrë edhe për këto raste, apo të falësh gjoba dhe masa për ata që kanë ndërtuar pa leje, duke cënuar tashmë edhe gjoba që mund të kanë të bëjnë me sigurinë në ndërtim, kanë të bëjnë me jetën, kanë të bëjnë në aspektin e asaj se si zhvillohet konkurrueshmëria, natyrisht që ky është një vendim më së shumti politik, vazhdon atë vazhdon që qeveria e koncepton qasjen ndaj popullsisë në aspektin elektoral dhe jo në aspektin e një qëndrueshmërie dhe një sistemi i cili ndërtohet mbi parime dhe mbi baza të drejta, dhe gjitha kjo prodhon një efekt që mund të falen disa gjoba, ka humbje buxheti, i cili vetë duhet marrë në konsiderat, dhe mungon një analizë si në çdo rast, aq më tepër këtu ka munguar dhe konsultimi publik, i cili nuk është një detyrim moral, por është një detyrim ligjor. Dhe kur këto skelen në mënyrë flagrante nga vetë qeveria, natyrisht që morali përhapet shumë më shpejt në gjithë popullsinë, aq më tepër të ajo që nuk dëshiron ta zbatojë ligjin apo pret amnistinë e radhës. Zoti Gjukutaj, unë e kuptoj aspektin politik të amnistisë, por ajo që s'kuptoj është kjo që a dëmtohet pikërisht arka e shtetit nga mosmbledhja e detyrimeve në këtë rast, sepse ato përkthehen në fundit në para, pra këto gjoba të falura. A nuk ka nevojë pikërisht buxheti i shtetit për këto detyrime të mbledhura? Padyshim që buxheti i shtetit ka për të gjitha, por në kushtet kur buxheti i shtetit nuk arrin dot të mbledh tatimet për kategori të mirëfillta që bëjnë evazion, dhe këtu është pranuar që lejohen të bëjnë evazion ata që japin apartamentet me qira ditore, pra ato që konsiderohen rëndom në gjuhën e përditshme me Airbnb apo të tjerë, duke konsideruar kjo si një politikë toleruese sociale, në fakt me taksat dhe me detyrimet e shtetit nuk bëhet asnjëherë politikë sociale, pasi vetë ajo çfarë të ndodh me rrjedhën informale të parave, natyrisht që është shumë e madhe. Pra, nëse toleron nga analizat e ndryshme që bëjmë një lek, ai përkthehet në 3 lekë evazion, pra tretësinë e asaj që ti mendon se po fal diku. Dhe përveç humbjes së buxhetit e cila në vetvete nuk është në ato sumat që humbasin nga evazioni tatimor, natyrisht që jepet një mesazh shumë i qartë për informalet, për ata që duan të vazhdojnë kështu që kjo politikë do të vazhdojë, dhe kjo është pjesa më e dëmshme dhe më pak e nevojshme për një shtet i cili kërkon të integrohet. Pra, bie në kundërshtim tërësisht me ato çfarë janë parimet të ndërtimit të modelit sistemik fiskal të BE-s. Qartë. Tani, nga varfëria me të cilin e nisëm, do të kalojmë tek pabarazia, dhe ju gjithashtu e keni trajtuar çështjen e pabarazisë. Cilat janë, sipas jush, të dhënat që dëshmojnë për përqendrimin e pasurisë, përqendrimin dramatik, do të thoja, të pasurisë në pakëduar, dhe a është kjo në këndvështrimin tuaj një nga krizat më të mëdha strukturore në vend, e cila mund të paralajmërojë edhe kolaps social, apo është thjesht një perceptim i gabuar ky i fundit? Por, siç e përmendëm në fillim të bisedës tonë, ka nevojë për një rishikim tërësor të sistemit, nga sa duket ajo çfarë u quajt taksa progresive dhe sistemi i ndershëm, ai që u thanë krye të mandatit të parë, që kush fiton më shumë të paguajë më shumë, tashmë ka një erozion të madh. Pra, nuk është zbatuar, ka probleme dhe ka krijuar në vetvete një sistem regresiv i cili nuk ka qenë më përpara. Edhe pse thuhet që kemi një sistem taksimi progresiv, i cili në vetvete ka në themel të tij taksimin e atyre që kanë të ardhur më shumë, nga modeli i zbatuar në praktik, shikojmë që ka shumë probleme të lidhura sa me evazionin, sa me përjashtimet tatimore të cilat kanë ardhur më së shumti si çoka politike apo çoka për grupe të caktuara, por sa dhe me informalitetin i cili tolerohet në forma të ndryshme në shumë aspekte të jetës. Dhe nga ajo çfarë shikohet, pabarazia e ardhurave verifikohet në kursimet e shqiptarëve, të cilat janë një nga treguesit kryesor që jep të kuptojë që 95%
janë në kufit e atyre që mbijetojnë, pra ato nuk quhen më kursime depozita, pas janë nivele shumë minimale dhe modeste, dhe 5% e tyre kanë të gjitha atë çfarë lidhet me 16 miliardë euro që gjenden në kursime, por të mos harrojmë që pothuajse 30 deri në 40% e kësaj sume gjendet jashtë bankave, dhe këtu kam parasysh pikërisht me atë çfarë u dha raport për sa i përket qarkullimit paras kesh. Dhe kjo para kesh tregon pikërisht informalitetin e lartë i cili po tolerohet, pasi qeveria nuk po arrin ta kontrollojë dot prej shumë kohësh, dhe natyrisht edhe pjesën e asaj se si pastaj ky informalitet gjen shtigje për të bërë jo vetëm evazion, por për pastruar dhe para në sektor që tashmë dihen si ndërtimi apo shërbime të caktuara, por edhe vetë turizmi prodhon informalitet, prodhon evazion, pasi është një ekonomi keshi, është një ekonomi që bazohet mbi para në dorë, nuk bazohet më së shumti mbi transaksione me kanale bankare, dhe këtë na ka provuar më së miri kriza e ekonomisë greke në 2010, e cila ishte një ekonomi që bazohet pikërisht mbi industrinë e turizmit, dhe aq më tepër duke qenë se zbatonte kritere fiskale të ngurta të sistemit të BE-s, natyrisht nuk i shpëtoi dot asaj që u quajt kolapsi financiar, që erdhi për shkak edhe të evazionit. Në kushtet e Shqipërisë ku rregullat nuk zbatohen dhe nuk monitorohen, pasi kemi sisteme të kapura dhe korrupsioni bën punën e vet për sa kohë informaliteti ekziston, natyrisht që gjitha kjo kërkon një sistem të ri, një të drejtësisë tatimore, i cili duhet të riformatuar, bazuar në progresivitetin, pasi këtu nuk po flasim që duhet vi ajo çfarë u quajt rëndom taksë shesh, nuk flitet për taksë shesh, flitet për një sistem progresiv gjithëpërfshirës, i cili vetvete forcon sa administrimin, forcon dhe mënyrën se si duhet të vënë parat në buxhetin e shtetit, të cilat deri më sot kanë një firo të madhe, vetë deri në 40%. Pra në fakt juve jeni duke paralajmëruar që duhen marrë masa në mënyrë që të shmanget kolapsi, me shembullin e Greqisë që sollët. Paktën me sa kuptova unë. Duke dhënë sinjale alarmi, jo duke paralajmëruar, pasi vajti kohë që ekonomia shqiptare nuk mund të quhet me ekonomi e fortë për sa kohë ka këtë nivel të lartë informaliteti, për sa kohë i zbaton ligjet në mënyrë të pjesshme apo vulnerabile sipas afërsisë me pjesën politike që është në fuqi, dhe aq më tepër pastaj në raport me atë çfarë kërkojnë standardet e Bashkimit Evropian, që kërkojnë sisteme transparente, kërkojnë konsultime publike të mirëfillta për të pyetur elektoratin dhe njerëzit, dhe nga ana tjetër dhe një zbatim të tillë që të bazohet mbi meritokracinë, pra një administratë të fuqishme që të përthith pikërisht tonisma dhe t'i çojë më tej. Neve nuk i kemi këto, dhe natyrisht që të gjitha deri tani i kemi mirë në letër, por i kemi larg ende në praktikë, dhe edhe pse janë hapur tashmë dhe kapituj të asaj çfarë quhet diskutimit me BE-n, natyrisht që nuk ka filluar ajo çfarë quhet verifikimin praktik, dhe ky është ai procesi që neve mund pranohemi teorikisht, siç ka ndodhur për shembull Turqia, i ka plotësuar dhe është shumë lart me ne, por ka vite e vite të tëra për arsye të tjera, jo për arsye të informalitetit apo vende të tjera. Pra, problematika e informalitetit te ne, problematika e distancës së madhe apo hendekut të madh që ka realiteti nga ajo çfarë kemi letër, do të na penalizojë dhe do të na mbajë të tillë që teorikisht do të jemi vend aspirues me letra, por nuk do të jemi vend i tillë që të kemi atë lloj qasje në Bashkimin Evropian që meritojnë të gjithë vendet e tjera. Tani, ju përmendni qasjen dhe integrimin në Bashkimin Evropian, pyetja ime është realiteti gjeopolitik ku Shqipëria bën pjesë ka ndryshuar dhe proteksionizmi është rikthyer sërish në skenë si aktor protagonist. Tani, cilat janë pasojat për një vend me ekonomi të dobët si Shqipëria në përballje me proteksionizmin e vendeve të tjera në marrëdhënie tregtare dhe ekonomike? Dhe a kemi ndonjë plan ne me qira fjala? Po do thosha që Shqipëria tashmë në atë analizë që ne kemi bërë nuk duhet thjesht të synojë të mbajë të njëjtat raporte, duhet të rishikojë të gjitha marrëdhëniet që ka qoftë me tregun evropian, i cili ngelet partneri kryesor, por qoftë me tregjet aziatike të lindjes mesme, duke mos ngatruar aleanca strategjike dhe politike me ato çfarë lidhet me interesa ekonomike. Pra, thënë shqip, Shtetet e Bashkuara mbeten aleati më i rëndësishëm i Shqipërisë, por janë aleati politik dhe strategjik. Ndërkohë, pjesa e raporteve tregtare me Amerikën, për arsye nga më të ndryshme të cilat kërkojnë nevojë për shtjellim, nuk mundet do të zhvillohen me një hop të madh në kohën që kërkon një shpejtësi dhe një reagim të ekonomisë shqiptare. Ndërkohë, tregje të tjera të cilat janë
të themi të hapura ndaj produkteve modeste shqiptare, siç janë produktet e agrobujqësore, siç janë produktet e burimeve natyrore, apo produkte të tjera të cilat mund të zhvillohen nën kushtet e një lidhje në zinxhirin e furnizimit, natyrisht që mund t'i shërbejë Shqipërisë për të ripozicionuar dhe për të përfituar nga gjithë kjo politikë proteksioniste. Pra, Shqipëria duhet t'i rishikojë të gjitha ato çfarë ka si qasje të derisa pasi vetë arkitektura botërore ekonomike po ndryshon dhe natyrisht që Shqipëria duhet ndryshojë bashkë me të, duke mos ngelur peng i asaj çfarë mendon se i ka vletur dje mund t'i blej sot apo aq më pak nesër. Zoti Gjokutaj, pyetja e fundit për ta, si thuash, për ta përmbledhur të gjithë këtë panoramë që ju bët, le të themi, deri tani. A ka Shqipëria një strategji ekonomike reale? Cilët janë treguesit që flasin nëse ka një strategji ekonomike reale, ose nëse në të kundërt është në një situatë kaosi në orientimin buxhetor dhe për të dyja alternativat, qoftë për njërin, qoftë për tjetrën, sa i prekshëm është qytetari i zakonshëm, se në fundit ne e përkthejmë me ndikimin që ka në buxhetin ton familjar, në xhepat tanë. Po, Shqipëria nuk është se i mungojnë strategjitë, ka strategji, pa diskutim strategji që lidhen me zhvillimin kombëtar ekonomik, ka strategji që lidhen me atë çfarë ka integrimi ekonomik dhe në përgjithësi edhe integrimi i politikave fiskale me Bashkimin Evropian, i cili përshtatet dhe synon andej ka strategji sektoriale, ndërsektoriale, të cilat në vetvete nuk kanë atë lloj zbatimi në praktik, pra mungon ajo pjesa vitale e strategjive që ndërsa ndërtohen mbi baza optimiste apo mbi një realitet i cili nuk është ai që përmendet në strategji, përndryshe ne do të kishim në raport me ato çfarë lexojmë strategji, do të kishim një situatë tjetër ekonomike, qoftë për vendin, qoftë për individin. Por ajo çfarë i nevojitet të